إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة النروار صدت ndalmi me një ajet Allahut subhanahu wa ta'ala I cili ki ajet na tregon një definicion të cilët duhet ta ketë parasysh çdo besimtar dhe besimtare. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Allahu subhanahu wa ta'ala thot për veprat e mira a ka ndaj shpërblim tjetër përveç se me u shpërblej me të mirë? Ibn Qayyimi rahimahullah thot nëse njeriu merr dhe shfleton librin e Allahut, Kur'anin, do të gjeje më shumë se 100 vende në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala se njeriu do të shpërblehet sipas veprës. Njeriu do të shpërblehet sipas veprës. Pa marrë parasysh ken vepra të mira apo ken vepra të këqija. Tash të ndalish do të meditojsh ti në cilën kategorie. Çfarë vepra vepron? Je në palën e veprave të mira apo në palën e veprave të këqija? Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighayri hisab." Allahu subhanahu wa ta'ala thot kush bën vepra të mira dhe është besimtar, ke mashkull apo femër, këto thot do të hinë xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe do të furnizohen pa llogari. Allahu subhanahu wa ta'ala tregon se ti nëse bën vepra të këqija e keqja të kthehet ti. Ti je ai që e meriton rezultatin e të keqes. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Men amila salihan falinafsi wa man asaa fa alayha." Kush bën vepra të mira ka bo për veten e tij, por kush bën vepra të këqija, vepra I kthehet ai ka vepruar kundër vetes së tij. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Men kafara fa alayhi kufru." Kush bën kufër, kush e mohon dinin e Allahut, kush nuk e pranon Allahun, kush nuk e pranon Islamin si fe, ai është që e ka dëmtuar veten e tij. Ai është që do të ndëshkohet në xhehenam. Ai është që e meriton emrin kafir, jo besimtar, se nuk I nështrosh dhe nuk I beson Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Wa man jaa bi sayyi'ati fa kubbat wujuhum fi an-nar." Dhe kush bën vepra të këqija, vepra të shumtuara, ai do të hedhet me fytyrën e tij në zjarr të xhehenemit. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Kjo është për shkak veprave tuaja që I keni vepruar. Do thot atë që gjuhesh me fytyrën në zjarr të xhehenemit është rezultati I veprave tuaja. Ti ato I ke bën në dunjë. Ti që I ke shkel normat e dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë besimtari duhet të kujdeset. Mos ta lëndon dikant, mos ta preken derin e dikujt, mos ta preken autoritetin e dikujt, mos të bëhet shkak I veprave të këqija, mos të ndon ta pengon Islamin, mos të ndon ti emërton muslimanët ninja, kurse lakuritsin, pedofillëkin, amoralitetin, shtëpiat publike nuk I shohen.
Kurse famra e cila e çon urdhrin e Allahut subhanahu wa taala e marton ninja. Mashallah. E pastaj unë kam siguri dhe unë jam ai i cili zbatoj. Por ti ndoshta mendon ashtu, por ke harruar se shpirti jot është ndorën Rabbul Alaminit. Pse e ngarkon peshorën tënde? Pse i ofendon besimtar dhe musliman? Pse tenton që ti të prekësh derin dhe autoritetin e dikujt? Për këtë duhet të jemi të kujdesshëm. Duhet të rrojmë derin e besimtarve dhe besimtarve. Mos t'i përcjellmi auretet e njerëzive. Mos tentojmë t'i fotografojmë gratë e huaja në për rrjete sociale. Mos tentojmë t'i fotografojmë vajzat dhe shoqet që i keni në vend të motrave në për bankat shkollore. E pastaj t'i shpërndajni mes shokëve fotot. E të bojni gjërat të cilat nuk ju ka hije një besimtarit. Të përcjell auretin e një motrës tande. Prek nderin e një besimtarit. Prek autoritetin e një familjes. Pastaj, ti tenton që të kesh një jetë të lumtur, asesi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush e përcjell nderin një besimtarit, tenton t'i shpaloj të mbetat e një besimtarit, apo një të besimtarës, thot Allahu subhanahu wa ta'ala do ta korritja atë njerin në shtëpinë e vet, në shtëpi tënde, midis oborit tant, midis domos gjumit, midis katër murnave, të kurrit Allahu subhanahu wa ta'ala, se nëse ti do të shpalosh auretin e një besimtarës, apo një besimtarës, dhe të shpërndash në për rrjetet sociale, apo të shpërndash me shokëve në për kafe dhe në për vende të cilët nuk të ka hije, dije se Allahu ka me çu një njeri pa ftyrë si ti në familjen tënde me ta bëj çat. Allah i na ruajt. E dini ngjarjen e Xhurejxhit? Ai ka bo ibadet Allahut, s'ka dalë jashtë shtëpisë së vet. Jashtë dhomës që e ka dhuru Allahun në 4 stupa. Pika të shkurta, nëna vet ka thirr Xhurejx, e ka kon namaz, ka thonë nonën namazin. Ka ardhur përzditi Xhurejx, nonën namazin. Përzeti Xhurejx, nonën namazin. Nona hidhrohet, thot Allah mos ta marr shpirtin pa i pa ftyrat e grave që i bëjnë kurvallëk me pare. Del një grua bën kurvallëk me një çoban, jetë shtazon, me ka mbet me Xhurejxhin, atë që i bën ibadet, qysh mora i bën ibadet, na tregohet evlia, lidhen këtë katonart, këtë njerëzit, e thirrin Xhurejx, del thot ti po na kallzosh evlia musliman. E dëmton, ja prishin shtëpinë, thot kush o mor, ka dal pritni mor, kush o vjen ajo gruaja me fëmin. Dhe i thot, me kan e ke këtë fëmijë? Me kan e ke këtë fëmijë? Thot me ti, që atër fol fëmija, thot jo e ka me çobanin. E ka me çobanin. E në qatë moment kur del dëshmia, e shef tyren asaj gruas që ka bo kurvallëk. Pranohet duaja, ku e kuritja Allahu? Në shtëpinë e vetë. A kuptuat? E për këtë mos tentoni të shpaloni auretin të besimtarëve dhe besimtarëve, se Allahu të kurit shtëpinë tënde. Allah e që një njeri pa ftyrë si ti dhe e kurit tjetrin. Edhe kështu që ti e merr atë që ke vepruar e me rezultatin. Për këtë, thot poeti, nëse shtëpinë e dikujt bën amoralitet me dikant me pare, shtëpinë tënde bën pa pare. Allah i na ruajt. Për këtë duhet të ruajmë nderin ton, të ruajmë autoritetin e grave tona, të ruajmë autoritetin e nënave tona, të ruajmë autoritetin e bijave tona, të ruajmë autoritetin e motrave, se është amanet, ne jemi besimtar, ne jemi musliman, ne duhet të ruajmë njërin tjetrin, duhet të ruajmë ambientin ton, duhet të ruajmë shoqërinë ton, ne nuk jemi sikur të tjerët që janë pa din dhe pa fe. Ne kemi hak ndaj njëri tjetrit, hakin që ka besimtari ndaj vllaut të vet besimtar. Për këtë Allah subhanahu wa taala ka bërë këtë që të marrë shpërblim sipas veprës që e ban. Se në kjo është definicion, kjo është rregull që e ka vendu Allahu subhanahu wa taala, që besimtari të ndenjë një krenari njësu kur të përgjigjet duaja atij. Ai zullumçari kur do të shohë zullumin që jep rezultatin e zullumit të vet, ai do mbushet me mend ai zullumçari tjetër. Të ndal kjo. E sheh ka dal pak,
se nuk kona mirë. E këto janë rregullat të cilat i ka vu Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë dunjë. E dini ngjarjen e Haxhaxhit? Haxhaxhi është shkon një udhëzes për udhëzëve të muslimanëve, dhe kur ka marrë me evra Said ibn Jubairin, rahimahullah, dhe i thot, ja Said, zgjidhe ti mënyrën, formën si të të vrajti. Të thot, çish ke qef me të vra? A ti kur të është një fuqishëm, një madh, që si këto të që futët e audit, ka të dojnë e vrajnë? Fëmijë, grue, shtatzan, për nuk është interesat në. Edhe i thot, zgjidhe ti, ose Said si ke qef me të vrajt? Me shpat, me shigjet, me shtyz, me qka zgjidhe? A dini çka i thot Said ibn Jubairi? Ja Haxhax, o Haxhax, thot, zgjidhe ti si do mu vrajt. Jo unë, ti zgjedhjet, ndërton dhe ashtë. Se vallahi, billahi, ashtu që ishke me zgjedhjet, ashtu ka me të vrajt Allah subhanahu wa ta'ala në kiamet. Ashtu, ti që shmendon mund, që shtu Allah ka me të bon në kiamet. E çdo njeri, i cili mendon të ban keq, dije se të njëjtën keme shiju, me cilën gotë kemi udhon njerëzve me pi, me të njëjtën gotë kanë me donë me pi. Për këtë, thot një njeri jurt, përgëzoje katil vrarsin, a kupton me vrasje. Përgëzoje vrarsin me vrasje. Edhe ti, nëse bën një punë të keqe, dije se ç'ka ajo ka me të ardhur. Nëse shkel normat e dikujt, dije se atë ke me shiju edhe ti. Por kur nuk e din. A sot, a nesër, a pas nesër, atë djali, atë vajza, atë motra, atë gruaja, atë baba, atë do të ke me shiju, ta dish. Atë person që e ke mërzit, atë njeri që e ke shqetësu, atë frikë që ja ke dhonë, atë panik që ja ke bon familje, dije se vallahi, billahi, qatë kemi shijue. A për këtë, duhet të kena frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun subhanahu wa ta'ala paramendoj një vllazër, në mëson në çdo sferë të jetës si të jemi ne. Si të kemi kujdes. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Allah thot, ata të cilët e han mallin e jetimit, me pa të drejtë, innama ya'kuluna fi butunihim nara, ato të hanë zjarm në barkin e tyre. Zjarm, malli i jetimit është zjarm. Nëse han mallin e jetimit, dije se zjarm jetu hangër. Edhe çka do të këndellësh në zjarm të xhehenemit. Do thot, kjo është rezultat. Atë që e ke mbjell, atë ke për ta korr. Atë që e ke vepruar, do të vjen rezultati. A nëse jemi prej atyre të cilët kujdesmi dhe kemi frikë Allahut dhe bojna vepra të mira, ne do të shohim rezultatin, a kupton, në dunjë dhe në ahiret. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Ata të cilët do të bëjnë punë të mira, ke mashkull apo femër, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, kusht me kom besimtar që beson Allahut subhanahu wa ta'ala, këto do të hinë xhennetin e Allahut, وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, dhe këtyre nuk ju bëhet padrejtësi as pak, as sa një grinc, as sa një mbështjellsa e kocit të hurmës. Nuk të bëhet zullum, sa Allah është i drejtë, Allah është i mirë. Allah subhanahu wa ta'ala tregon për ata të cilët bëjnë punë të këqija, i dëmtojnë muslimanët, ju bëjnë zullum muslimanëve, derdhin gjakun e muslimanëve, i pengojnë mos bëjnë davet. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ata të cilët kanë bërë kufër Allahut subhanahu wa ta'ala, yunfiquna amwalahum, parët e tyre i shpenzojnë liyasuddu an sabilillah, që t'i pengojnë njerëzit prej rrugës të Allahut subhanahu wa ta'ala, fa sayunfiqunaha, Allah thot, dhe do të shpenzojnë në të ardhmen. Jo vetëm tash, pa në të ardhmen. Thumma takunu alejhim hasra, pas shpenzimit në të ardhmen dhe të jetë dërshprim për to. E pastaj, thumma yughlabun, pastaj kanë më mbund ato, kanë me dështue, kanë me në fitu besimtar.
Vetëm kaq? Jo, thot, walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun, dhe ata të cilët kanë bërë kufër në xhehenam do të ringjallën. A pa të rezultatin? Bën punë të këqija, shpenzon, mundosh, ama në fundi çka? Do të humbish, do të pikllosh edhe në xhehenam. Allah i na ruaj. Do të akurse për veprat e mira, çka tha Allahu për besimtarët? Atyre nuk ju bëhet asnjë lloj padrejtie. Jeta na ka mësuar prej historisë, ka plot që ata atë vepër që e ke bë, me çatje e ke marrë rezultatin. Ibrahimi alayhi salatu wassalam, sa sakrificë ka bë? Plot. Ku ka ndash me shti Ibrahimin alayhi salatu wassalam? Në zjarr. Çfarë rezultati i ka ardhur? Petë njëjtës, Allahu thot zarmit, heke fuqinë e djegmës. Bënë shpëtim për Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Shikoni? E kanë vetë Imam Ahmed bin Hanbelin, si shpëtove prej mu'tesimit, prej kamxhikave të mu'tesimit, edhe prej shpatës të Memunit. Ka thonë Imam Ahmed bin Hanbeli, besnikrin me javu plagës dhe ta shiroje. Sa jemi ne besnika dhe të sinqert me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kështu ka thonë Imam Ahmed bin Hanbeli. Besnikria, të jemi besnik me Allahun subhanahu wa ta'ala, në atë që kemi dhënë besën Allahut subhanahu wa ta'ala. Dini, keni dëgjuar nonën e besimtarve Khadijën radiallahu anha? Prej grave që ka pranu islamin, ku shkon e para? Khadija radiallahu anha. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej shpellës Gharul Hira, dhe u ka friksuar kur i ka ardhur Xhibrili, dhe e ka shtërngu, dhe i ka thonë lexo, ka ardhur te Khadija radiallahu anha, çka ka thonë? Më mbulo, u ka friksu. Edhe as nuk e ka ngrit zërin Khadija radiallahu anha, as nuk i ka shti panik burit vet, as nuk i ka thonë çka të ka gjetë ti, kush pas ka friksu, nuk ja ka shti e thot burit hala ma shumë, por i ka thonë ri rahat, se ti Allahu nuk të kurit. Rezultati i kësaj, vjen Gjibrili alayhi salatu wassalam te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i thot, Bashir al-Khadija, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përgëzoje Khadijan me një shtëpi në xhennet, min qasabin la sakhabin fihi wala nasab. Përgëzoje Khadijan radiallahu anha me një shtëpi nga margaritarët në xhennet, në atë shtëpi të cila nuk ka ngriqje të zërit, as nuk ka lodhje. Shtëpi prej gurve të çmuar, prej të detit, thot në xhennet. Pse? Thot për shkak se në momentin kur të ka ardhur Xhibrili dhe je friksuar, ajo nuk e ka ngrit zërin, nuk ka bë telash në shtëpi, ka mbajtur, ka motivu, e për këtë arsye në xhennet e ka shpërblimin shtëpi prej margaritarëve, shtëpi e qetë, e rahatshme, s'ka ngritje të zërit edhe s'ka lodhjen ta. Shpërblimin sipas veprës që e ke bëna këtë dunjë. Për këtë arsye ne duhet të bëjmë vepra të cilat janë që të na bëjnë të lumtur dhe të rahatshëm në shtëpiat tona. Lutë Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Gjëmatë të ndëruar, atë që të mbjellmi dhe të kormi. Nëse mbjellmi mirë, do të kormi mirë. Nëse mbjellmi thera, do t'i shohim në borin tonë therrat. Keni dëgjuar për një grue në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila e ka pas emrin Zinnira. Keni dëgjuar? Zinnira është shkon një grue, është shkon robresh te një fis i mushrikave. As zullumin që ja kanë bë një prej tyre që i ka blet Abu Bekr radiallahu anhu o kon Zinnira. Dhe e ka lëshua për hir të Allahut subhanahu wa taala. Atë zullum, ajo pronarja që ja kanë bën kësaj pse ka pranuar Islamin, vetëm i kanë shumë kohë derisa e kanë hub shikimin. Derisa e kanë hub shikimin. Kur ja kanë hub shikimin,
Dhe pastaj është ka kërku ujë, ja kanë fundu ujin përpara, ka thonë gjeje se ke përpara ujin. Dhe janë talë me ta. E pastaj i thonë, idhujt ta kanë marrë shikimin tonë. Nëse për një me këti një Allah që i besonit ta kthej shikimin. Allah subhanahu wa taala ja kthen, ne lut Allahun, Allah ja kthen shikimin. Edhe e blen Abu Bekr radhiyallahu anhu dhe e lëshon për hir të Allahut subhanahu wa taala. E kjo pronarja, Allahu pas një kohë ja çon një smuje në kokë, ato robresha tjera i kanë shumë e nallë, e ka koka me dru, derisa e ka hup shikimin. Atë që e ka mbjell, e ka korë. Për këtë të mbjellni vepra të mira, të bëjmë vepra të mira, të jemi musliman të mirë, të shpërndajmë të mirën, që nesër të kormi ne dhe pas arsit ton vepra të mira. Lusë Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithë në xhenetul firdaus wa aqimus salat.